Janë dashur festat e Bajramit që minatorët e Bulqizës të ndërpresin protestat dhe iniciativën e tyre të ndërmarrë tashmë prej 2 muajsh. Minatorët kanë konfirmuar se duke filluar që prej mesditës së sotme nuk do të ketë më protesta dhe insistime për plotësimin e kërkesave të munguara prej vitesh në galerinë e Bulqizës. Minatorët po ashtu kanë paralajmëruar se në respekt të festës së Bajramit, protestat e tyre do të ndërpriten deri ditën e mërkurë të javës që vjen. Ndërkohë një ditë më parë dështuan negociatat mes përfaqësisë së tyre dhe presidentes së ACR-s që mbërriti posaçërisht me helikopter në Bulqizë. Pas një takimi mes minatorëve dhe nënkryetarit të bashkisë Agim Ferrati, i cili ka luajtur rolin e një ure ndërmjetësuese, sërish bisedimet kanë dështuar. Ndërkohë kompania ACR ka plotësuar 3 kërkesa të minatorëve të Bulqizës, ndërkohë që ka deklaruar se nuk do të ndryshojë administratën e saj. Presidenti i ACR-s Debish në një konferencë për shtyp ka deklaruar se nuk do të largohet administratori i kësaj kompanie. Duke u ndalur te kërkesat e parashtruara prej kohësh nga minatorët, presidenti u premton atyre rritjen e pagës me 20%, si dhe përmirësimin e kushteve të punës në minierën e Bulqizës. Më herët kompania koncesionare ACR ka ftuar të gjithë minatorët e Bulqizës për marrëveshjen e negocimit, ndërkohë që këta të fundit kanë kundërshtuar sërish këtë ftesë. Ndërkaq minatorët kanë protestuar përpara zyrave të ACR-s dhe i kanë kërkuar pronares së ACR-s që të fillojnë bisedimet dhe të mos politizohet situata. Nga ana tjetër, dhe kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolla ka theksuar se minatorët janë të vendosur për respektimin deri në fund të ligjit e pronarja e ACR-s të respektojë konventën ndërkombëtare. Minatorët janë shprehur se nuk do të lejojnë fillimin e punës në minier pa u arritur më parë një marrëveshje me kompaninë në lidhje me kërkesat e tyre.